Përshëndetje miq, sot dua t'ju tregoj disa informacione në lidhje me veshkat, për të gjithë ata që kanë probleme me veshkat, edhe një listë të ushqimeve që janë pak më specifike, që janë ushqime që kryesisht ndihmojnë në reduktimin e amoniakut në trupin tuaj. Përveç kësaj, gjëja e parë që juve duhet të kuptoni është fakti që veshkat ju i dini që janë si filter i organizmit ton, por veshkat asnjëherë nuk funksionojnë vetëm. Veshkat janë gjithmonë në bashkëpunim me mëlçin, dhe nëse ju mendoni që keni probleme vetëm me veshkat kur ju dalin analizat keq ose urea dhe kreatinina nuk janë në vlerat e duhura, atëherë më lejoni t'ju them që është momenti që ju të kontrolloni edhe mëlçin tuaj, sepse mëlçia së bashku me veshkat, ato bashkëpunojnë në mënyrë që organizmi juaj të pastrohet, elementet të filtrohen, gjithashtu çdo lloj gjëje që ne i japim organizmit ton, është mëlçia ajo, është laboratori i organizmit ton e cila e përpunon, i shef cilat janë nutrientët që na duhen, cilat janë ato që nuk na duhen, së bashku me veshkat. Pra, këto dy organe janë organe që bashkëpunojnë me njëra tjetrën shumë fort. Kështu që sa herë që keni probleme me veshkat, kontrolloni edhe mëlçin, dhe sa herë që keni probleme me mëlçin, kontrolloni edhe veshkat. Ky është hapi i parë. Diçka tjetër që dua të vendos në pa është konsumi i ujit. Në fakt ka një rëndësi shumë të madhe. Mua më pëlqen shumë shpreha e të nderit doktor Sebi, i cili thoshte, ne nuk jemi të sëmur, ne jemi të dehidratuar. Do me thënë, një pjesë e madhe e problematikave tona, duke përfshirë që nga veshkat dhe deri tek plakja e parakohshme e lëkurës, është pikërisht dehidratimi. Dhe një ndër testet më të mira dhe më të thjeshta që ju mund bëni për dehidratimin, unë e kam nxjerrë edhe në një video paraprake këtu tek Mësimet e Djolës në YouTube, edhe në Instagram, edhe në Facebook, në të njëjtën kohë dhe në TikTok, është ky testi që ti prek dorën. Dhe në qoftë se kjo bie brenda 1 sekundi, pra lëkura shkon brenda 1 sekundi përsëri në pozicionin fillestar, kjo është një tregues që ju jeni mirë të hidratuar. Por në qoftë se i duhet 2 edhe më shumë sekonda, kjo do të thotë që ju keni nevojë të konsumoni më shumë ujë. Por në mënyrë specifike, persona të cilët vuajnë nga veshkat, duhet të kenë shumë kujdes në llojin e ujit që ata konsumojnë. Unë e di që ka disa lloje të ujrave që janë burime natyrale edhe që janë shumë të mira për veshkat, por nuk dua të futem në ato detaje. Unë ajo që dua t'ju them është që ju duhet keni shumë kujdes që mos të pini ujë çesme. Do me thënë, të paktën në këtë rast duhet patjetër të zgjidhni një ujë i cili është ujë i kontrolluar. Pra, i cili është një ujë i pastër që nuk është shumë i ngarkuar në minerale të caktuara, në mënyrë që ju të ngarkoni veshkat tuaja. Pra, thash edhe një herë, ka burime natyrale të cilat janë shumë të mira për të reduktuar në mënyrë natyrale amoniakun, apo për të rritur vlerat e atyre mineraleve që veshkës tuaj i duhet për të funksionuar në mënyrën më të mirë të mundshme, por në anën tjetër, uji i cili është i çesmës, që është i pakontrolluar, që mund të jetë me pesticide brenda, mund të jetë me kimikate të ndryshme, lloj elementesh që mund të gjenden në ujin e pijshëm, mos bëni shaka dhe mos u kurseni në pjesën e ujit. Pra, është mirë të përdorni ujë tamam të kontrolluar, apo qoftë edhe një filter, por kujdes edhe nga llojet e filtrave që përdorni, se mund të heqin disa minerale që ju duhen veshkat tuaja, kështu që të paktën ujë çesme nuk duhet të konsumoni. Ndërsa përsa i përket listës së ushqimeve, unë nuk e di nëse ka në Kosovë, por në Shqipëri e di që është përdorur shumë kohë më përpara, edhe ka ardhur në vendin tonë, se nuk është një lloj lakre që është e jona, është e traditës tonë, bëhet fjalë për lakrën kineze, është bok choy quhet, edhe është një lakër, është e familjes së krucifereve ose të kryqëzoreve, edhe është një lakër e cila përdoret e gatuar. Do me thënë, atë lakër mund ta zjesh, edhe mund t'i shtosh pakës vaj ulliri dhe ta konsumosh, edhe t'i shtrydhësh limon sipër, është një recetë fantastike për veshkat. Dhe e veçanta e lakrës kineze është që ajo redukton shumë mirë nivelet e amoniakut. Pra, nëse do të marrim top ushqimet, se cilat janë të top ushqime që ndihmojnë në reduktimin e amoniakut dhe në përmirësimin e funksionit të veshkave,
është lakra bok choy ose lakra kineze. Ju mund të kërkoni në Google ta shikoni se si duket. Në Shqipëri e di shumë mirë që gjendet nëpër tregje, por nëse dikush nga ju e gjen edhe në Kosovë, mund të më bëj tag te mësimet e djalës edhe unë ta ripostoj vendin ku mund ta gjejnë lakrën kineze. Përndryshe, një tjetër top ushqim që duhet të jetë patjetër prezent tek ju, është konsumi i selinos. Tani selinoja, unë kam folur shpesh për selinon edhe për detoksin e selinos, frymzuar kryesisht nga Dr. Anthony Williams, mos gaboj se kam shumë kohë pa lexuar si autor, ja kam blerë gjithë serinë e librave. Edhe ai për herë të parë futi në mod detoksin, lëngun e selinos, sepse selinoja përmban disa lloje të kriprave, të cilat nuk gjenden në perimet e tjera, në ushqimet e tjera, edhe pse selinoja nuk është perime, po është herb, është bimedicinale. Dhe fillimisht selinoja ka strukturën e një kocke, që do thotë shumë e mirë për kockat, por në të njëjtën kohë ka disa të dhëna që tregojnë që selinoja është fantastike për veshkat, kështu që mund ta përdorni selinon në forma të ndryshme, mund ta përdorni si një lëng të shtrydhur të selinos, nëse përzini selinon me diçka tjetër, nuk është që ja ruani 100% vetitë e saj, kështu që kur të pini lëng selinoje, pini lëng selinoje të pastër. Mund të konsumoni dhe supën e selinos, është shumë e mirë, mua më pëlqen shumë. Edhe mund të përzjeni supën e selinos me pak karrota, edhe bëhet shumë e mirë. Dhe me lëng limoni sipër. Pra përzierja me këtë lëngun e limonit duhet patjetër, në mënyrë që të ndihmoni akoma më shumë procesit të filtrimit të veshkave. Një tjetër ushqim ose element ushqimor që duhet ta shtoni në regjimin ushqimor është kosi, ose janë kryesisht probiotikët, po në këtë rast jemi pak tek kosi pa yndyr, jemi tek kosi me një yndyrë të moderuar, dhe në përgjithësi probiotikët, të cilët janë shumë të mirë për të stabilizuar në të njëjtën kohë edhe atë balancën midis mikrobeve të mira dhe mikrobeve të këqija, që unë flas shpesh për to, edhe ajo balancë është zakonisht 20-30% baktere ose mikrobe të këqija dhe 60-70%, 70-80% baktere të mira ose mikrobe të mira. Dhe duhet të ruhet kjo balancë, sepse çdo gjë vjen nga azorët, edhe smundjet, edhe shëndeti fillon nga azorët, dhe mos harrojmë që 70% të serotoninës, të hormonit që na bën të ndihemi shumë mirë, të lumtur, të bukur, gjendet në stomak. Kështu që shumë kujdes marrjen e probiotikëve. Gjithashtu një element tjetër që duhet të përfshihet është lëngu i limonit. Çdo gjë që ju konsumoni, nëse vuani nga veshkat, qoftë mund ta shtoni në sallatë, mund ta shtoni në gjell, mund ta shtoni nëpër supa, mund ta shtoni në ujë kur ta pini në mëngjes, është fantastik lëngu i limonit, mos e ndani lëngun i limonit. Dhe tjetra që dua të përmend patjetër është probiotikun e thash, po selinos e kam hall, po uthullën e mollës. Uthullën e mollës është shumë e mirë. Uthulla e mollës ju ndihmon gjithashtu edhe në përshpejtimin e metabolizmit, ju ndihmon që ata të cilët kanë edhe pak mbi peshë, i ndihmon në stabilizimin e peshës, por ata të cilët janë nën peshë dhe përdorin uthull molle, nuk duhet të kenë frikë që do dobësohen, por gjithashtu duhet të mbajnë një regjim të balancuar ushqimor. Uthulla e mollës mund të përdoret gjithashtu në disa forma. Keni uthullën e mollës me ujë, pra në një gotë ujë ju keni hedhur një luggjelle, 2 luggjelle uthull molle, esën në mëngjes mund ta konsumoni, apo uthullën e mollës ta shtoni nëpër sallata. Kështu që do t'ju ndihmonte gjithashtu në të njëjtën kohë. Ka disa të dhëna që tregojnë që personat të cilët kanë probleme me veshkat duhet gjithashtu të shtojnë zinkun, duhet të marrin zinkun. Zinku është përgjegjës për shumë reaksione kimike që ndodhin, gjithashtu edhe për procesin e filtrimit të veshkave. Megjithatë, patjetër që ju duhet një regjim ushqimor i personalizuar, edhe ky bëhet sigurisht në bashkëpunim me doktorin nutricionist që juve keni, në bazë të analizave dhe diagnozës të përcaktohet regjimi që juve ju përshtatet sa më shumë. Për të gjithë ata që nuk më njohin, unë jam Djola Dosti, jam doktoresh e nutricionit dhe jam trajnuar në Harvard Medical School.